Shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish së bashku në studio drejt për së drejti. Tashmë jemi me protestën. Kanë mbetur vetëm pak minuta nga nisja zyrtare e orarit të përcaktuar nga lideri i opozitës Ali Berisha për nisjen e kësaj proteste ditën e sotme. Kam kolegen Marsi Korreshi në selin blu, pikërisht në oborrin e selis blu, ku ka në këtë çast, nëse nuk gaboj, deputetin Gjingjoni pranë. Marsi, fjala për ty. Të përshëndes sërish Eneida, jam në selinë e Partisë Demokratike me deputetin demokrat Gjingjoni për të diskutuar se çfarë do ndodh në protestën e sotme të opozitës. Zoti Gjoni, çfarë pritet të ndodh në këtë protestë? Në radhë të parë, unë bëj thirrje edhe atyre qytetarëve të cilët jetojnë në Tiranë të fillojnë të bashkohen me protestën. Sapo po kthehem nga Lezhë, isha po merresha me organizimin e protestës atje dhe me organizimin e njerëzve të cilët janë nisur në drejtim të Tiranës. Padyshim që ka një numër të konsiderueshëm njerëzish më shumë se herët e tjera të cilët po i drejtohen Tiranës dhe kryeministrisë. Protesta e sotme do jetë protestë komplet ndryshe nga gjitha protestat e tjera, po të shihni edhe tani në bulevard rezulton që nuk ka podium për folësit, kështu që protesta do udhiqet nga qytetarët e Tiranës dhe qytetarët e Shqipërisë dhe do ndjeken një itinerar i cili do jepet në momentet e fillimit para protestës, pasi nuk mund bëhet publik për mediat në momentin aktual. Ndërkohë ju thoni që është një protestë ndryshe dhe nuk keni zbuluar se ku do të zhvillohet kjo protestë, por policia ka marrë masat si para kuvendit, ashtu edhe para kryeministrisë. Jeni të sigurt që dy qendrat kryesore do jetë edhe kryeministria dhe parlamenti, po do ketë edhe lëvizjet e tjera, padyshim, por që normalisht në rast se njerëzit do i orientojmë që në momentin aktual, i bie që është dekonspiruar edhe ai plani në lidhje me mënyrën e menaxhimit të protestës. Çfarë do të kërkoni sot në shesh? Padyshim ne do kërkojmë dorëheqjen e qeverisë Rama, do ketë besoj një revolt popullore të jashtëzakonshme, për arsye sepse edhe ndryshimet e fundit në qeveri janë vazhd dhe makinacione të cilët janë përfituar kohë nga ana e qeverisë Rama. Nuk ka ndryshuar asgjë deri në momentin sa të largohet koka e krimit të organizuar, i cili është kryeministri i Shqipërisë. Ndërkohë nga ana e policisë, të paktën nëse marrim parasysh protestat e shkuara, kanë qenë dy metoda për larguar protestuesit. E para me gaz lotësjedhës dhe e dyta me arrestime gjatë protestës. Ju keni qenë vetë në komisariate në mbështetje të qytetarëve, ndërkohë që keni hedhur akuza që ata kanë qenë protestues paqësor. Si do t'i përgjigjeni? Keni një mesazh për policinë e shtetit? Padyshim që sjellja e policisë së shtetit ka qenë një sjellje jo proporcionale dhe po të shihni edhe momentin hedhja e gazit lotësjellës në ambientet e Partisë Demokratike është një ngjarje kriminale. Njerëzit qëndrojnë në ambientet e oborrit të Partisë Demokratike sepse janë demokratë, simpatizantë dhe anëtar të Partisë Demokratike. Padyshim që arrestimet dhe ndalimet dhe shoqërimet e protestuesve nuk e ulin mllefin dhe nivelin e protestës së qytetarëve. Biles unë kam pas kontakte me një pjesë të madhe të atyre të cilët kanë qenë në dhomat e paraburgimit. Jeni të sigurt që numri i tyre vjen duke u shtuar dhe për shkak të mënyrës së sjelljes dhe represionit që ka ushtruar policia e shtetit. Kështu që nuk friksohen qytetarët shqiptar dhe demokratët në përgjithësi dhe jeni të sigurt që numri do jetë akoma më i madh. A do të jenë protesta drejt shtimit apo drejt tkurrjes? Në pikpamjen time dhe mënyra se si po organizohen protestat do jenë në afate kohore më të afërta dhe padyshim që do shkohet edhe drejt formave tjera të protestës, të cilët nuk janë përjashtuar asnjë nga format e tjera, qoftë edhe ngujimi, qoftë edhe kocjatja, qoftë edhe futja e grupit parlamentar në grevë turizm. Ju personalisht jeni për ngujimin si formë proteste mbështetje? Jam për gjitha protestat të cilët shkojnë deri radikalizimit dhe njëkohësisht që shkundin këtë qeveri dhe njëkohësisht japin një sinjal shumë të fortë në lidhje me faktorin e brendshëm dhe me qytetarët shqiptar, por edhe një sinjal shumë fort për faktorin ndërkombëtar. Faleminderit. Kënaqësi. Ishim me deputetin Gjingjoni, i cili na dha detaje më shumë për protestën e sotme, por e theksoi edhe ai që skenari i protestës mbetet surprizë, do t'i lihet në dorë qytetarëve, ndërsa theksoi